Çfarë ndodh nëse pini uthull mulle çdo mbrëmje para se të shkoni për të fjetur gjumë? Sipas një studimi të publikuar në revistën shkencore, Journal of Functional Foods, përdorimi i uthullës së mollës vjen me shumë përfitime shëndetësore, të cilat duket se janë lënë në hije nga maska dhe recetat e bukurisë që kanë në bazë përbërësi këtë eliksir. Mineralet dhe vitaminat të gjetur në uthullin e mollës nuk janë të mira vetëm për flokun dhe lëkurën, pasi vetit ushqyese të këtij lëngu magjik janë gjithashtu të shumta. Një nga problemet që mund të parandaloni ose edhe të lehtësoni me uthullin e mollës është edhe luhatja e sheqerit në trup, citon studimi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekspertët kanë dalë në përfundim se pirja e një përzierje, 1 me 2 uthull molle, pra 1 lug uthull molle në 2 gota ujë përpara vaktit të drekës, ul nivelin e sheqerit me 6% dhe mban atë normal. Uthulla e mollës është e pasur gjithashtu me vitaminën E, vitaminën A dhe minerale si magnezi, hekuri, kalcium e të tjera. Por në këtë video do të rëndisim përfitimet kryesore ushqyese që do të merrni nga përdorimi i saj, sipas ekspertëve të shëndetësisë. Uthulla e mollës ndihmon trupin tuaj për të larguar kështu edhe kilogramat e tepër të padëshiruar. Nëse po përpiqeni të humbisni disa kilogram, është koha që të nisni të përdorni uthullin e mollës. Studimet kanë treguar se ky lëng do të japë ndjesinë më të mirë të ngopjes dhe do të ulë gjithashtu indeksin e glicemisë nga ushqimet me shumë karbohidrate. Mund t'ju ndihmojë të ndiheni më të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore, gjë e cila ju ndihmon edhe në largimin e kilogramëve të tepërt. Uthulla e mollës është një produkt fantastik edhe për personat të cilët duan të përmirësojnë tretjen. Pektinat e uthulla e mollës ndihmon në tretjen e ushqimit. Hidhni pak uthull molle tek sallata, pasi mund të keni edhe një përmirësim më të mirë. Uthulla e mollës do të ndihmojë në rritjen e energjisë. Uthulla e mollës rrit gjithashtu nivelet e energjisë. Nëse doni të shmangni kafeinën gjatë punës, shtoni vetëm pak uthull molle në një gotë me ujë për të fituar energji dhe për të qëndruar më në formë. Uthulla e mollës është një produkt shumë i mirë edhe për rritjen tuaj imunitare. Duke shtuar kaq shumë vitamina dhe minerale të shëndetshme te sistemi imunitar, ju e bëni atë më të fortë që të përballojë edhe probleme të ndryshme. Nëse nuk ndiheni mirë, konsumoni një lëng të ngrohtë me uthull molle, kanellë, limon dhe mjaltë për të marrë përfitimet e pabesueshme të këtij lëngu magjik. Uthulla e mollës është një pije e cila mund t'i ofrojë shumë organizmit tuaj. Gjithmonë duke mos e egzageruar, vlerat që do të merrni do të jenë fantastike. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjnë një faktor pengues për përfitimet dhe vlerat e këtij produkti. Po pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burimi i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi tregojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës. Uthulla e mollës është një produkt fantastik, i cila mund të përdoret për trajtimin e njësër komplikacionesh. Ajo ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Përpasoj nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës, duke u tretur në një filxhan me ujë, sugjerohet që të konsumohet vazhdimisht. Por çfarë ndodh nëse konsumoni uthull molle të tretur në ujë? Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibra që mbrojnë stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë si laksativ, duke zgjidhur çështje siç janë konstipacioni. Përmirëson gjithashtu edhe pH-in. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo në mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit.
Uthulla e mollës ndihmon gjithashtu edhe në mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj, trupi juaj arrin të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës para gjumit mund të ndihmojë gjithashtu edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup dhe të ndihmojë edhe në balancimin e luhatjeve të tij. Disa studime madje kanë treguar se është një pije shumë e mirë edhe në largimin e toksinave. Uthulla e mollës e pafiltruar ndihmon në detoksifikimin më të mirë të mëlçisë. Mjafton të tresni një lugje dhe uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Ajo është një zgjidhje fantastike për organizmin tuaj edhe për përmirësimin e peshës trupore. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës mund të ndihmojë në paksimin e depozitave dhjamore dhe në një mundësi më të mirë për të rënë nga kilogramet e tepërt. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë, por nëse e përdorni si duhet dhe brenda normës së lejuar. Vështirë se mund të dini disa nga përdorimet e veçanta të tyre, andaj ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund. Uthulla e mollës jo vetëm që ka një shije të mirë, por ka edhe efekte pozitive për shëndetin tuaj. Gjithashtu ajo mund të jetë një zgjidhje e planit afatgjatë. Përfitimet kryesore që do të ofrojë uthulla e mollës janë vërtet të larmishme. Ajo ofron vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E, beta-karoten, acid folik, kalium, magnez, hekur, natrium, kalcium, fosfor, jod, zink, bakër, selenium e të tjera. Uthulla e mollës ka një histori të gjerë si një ilaç shtëpiak. Rekomandohet të përdoret për shembull për lehtësimin e problemeve të lëkurës, gjithashtu edhe në bukuri. Sot, ekspertët të rendisin disa nga vlerat kryesore që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese. Uthulla e mollës do të jetë një stimuluese shumë e mirë e tretjes suaj. Nëse vuani nga stomaku, uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë në këtë aspekt, sepse ka efekte pozitive në shëndetin e zorrës. Acidi stimulon formimin e përshtypjes, acidi në stomak dhe lëngjet tretëse. Si rezultat, enzimat tretëse çlirohen gjithmonë më shumë, kanë efekte tretëse dhe ndihmojnë në kapsllëk dhe në urdhë. Kjo gjithashtu redukton edhe fryrjet e barkut. Uthulla e mollës ju mban të ngopur për një kohë më të gjatë. Subjektet e një studimi të uthullës së mollës që konsumuan uthull molle gjatë ditës u krahasuan me një grup testues që nuk e përdori atë. Arsyeja për këtë është se uthulla e mollës shkaktoi një ngopje më të mirë gjatë ditës, duke evituar kështu ushqimet jo të shëndetshme. Uthulla e mollës ka efekte të mira antibakteriale. Uthulla e mollës ka efekte antiinflamatore dhe antibakteriale. Ju mund të luftoni në mënyrë efektive bakteriet dhe mykun me uthullën e mollës. Polifenolet që përmban uthulla e mollës thuhet se lidhen me radikalet e lira dhe kanë efekte antiinflamatore. Uthulla e mollës mund të përdoret për të disinfektuar lëkurën dhe plagët. Ajo është e mirë gjithashtu edhe për sistemin imunitar. Uthulla e mollës përmban shumë minerale dhe vitamina që forcojnë imunitetin. Këto përfshin vitaminën A, vitaminën C, kalium dhe magnez, hekur dhe shumë të tjera. Megjithatë, një dietë e shëndetshme është gjithashtu e rëndësishme pasi efekti i uthullës së mollës është relativisht i vogël për shkak të sasive të vogla të konsumuara. Uthulla e mollës gjithashtu është e mirë si një kondicioner flokësh dhe gjithashtu për shkëlqimin e tyre. Uthulla e mollës është një tjetër produkt që rekomandohet edhe kundër yndyrnave të shpejta të skalpit të flokut. Uthulla e mollës vepron gjithashtu edhe kundër problemeve të zbokthit. Mund të përdoret si kondicioner duke i shplar flokët me uthull molle dhe për t'i larë ato. Për ta bërë këtë, shtoni një lugë çaji uthull molle në një filxhan me ujë në një shishe shampo, e tundni dhe më pas e aplikoni në flokën tuaj. E lini të veprojë për një kohë të shkurtër dhe më pas e shplani ato me ujë të pastër. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike edhe në mbrojtjen tuaj të shëndetshme të flokëve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.